Joftoj më shumë për këto zgjedhje. Sot në orën 7 të mëngjesit janë hapur qendrat e vend votimeve dhe janë mbyllur në orën 19. Këto janë zgjedhjet e 8 lokale që po mbahen që nga shpallja e pavarësisë së Maqedonisë. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka konfirmuar se të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë reale. Votimet kanë filluar në 3474 qendra të votimit, ku kanë pasur të drejtë të votojnë 1.832.415 qytetarë, të cilët e kanë ushtruar të drejtën e votës deri në orën 19. Në zgjedhjet lokale pra të këtij viti ka qenë gjithsej 309 kandidat për kryetar bashkie dhe 576 lista për anëtar të këshillave komunale dhe gjithsej 10.490 kandidat. Një ditë para zgjedhjeve, pra ditën e djeshme, kanë votuar të burgosurit, personat në arrest shtëpiak, të sëmurt dhe me aftësi të kufizuar dhe banor të shtëpive të mëshuarve. Theksojmë se zgjedhjet lokale në vend janë monitoruar nga 1451 vëzhgues vendor dhe të huaj. Bëjmë të ditur po ashtu se KSZ-ja akreditoi 807 vëzhgues vendor dhe 644 të huaj. Për të folur dhe komentuar për këto zgjedhje, kam të ftuar gazetarin nga Prishtina, Kastriot Sulejmanin. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotin Ragip Doçin, i cili është analist dhe njohës i mirë i politikave, dhe Nefael Eminin, bashkëpunëtor, gazetar dhe njohës i politikës. Atëherë, si përfillojmë më shumë me Kastriotin, jo nga Prishtina, si e keni parë procesin zgjedhor në Maqedoni para se gjithashtu se para një jave ishin zgjedhjet edhe në Republikën e Kosovës? Sigurisht, faleminderit shumë për ftesën, urime për emisionin edhe për këto studio të Faktit Ditor, që konsideroj që në Maqedoninë e Veriut duhet të fuqizohen sa më shumë media të tilla dhe të jepet rëndësi informimit të publikut në mënyrë të drejtë dhe të pavarur, dhe për këtë jam manit me punën që po bëhet në Faktin Ditor. Ajo që duhet të them është se zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut gjithmonë kanë zgjuar kurrëshjen e qytetarëve të Kosovës, po konkretisht neve që merremi me këtë punën e gazetarisë, mediave, sepse padyshim janë të përfshijme edhe lidhjet tona familjare dhe lidhjet tona vëllazërore me shqiptarët e Maqedonisë, normalisht që na lën përshtypje që të jemi të informuar se si po rrjedhin situatat politike në Maqedoninë e Veriut. Konkretisht edhe këto zgjedhje kemi qenë kogja shumë të lidhur me këtë proces, për faktin sepse konsideroj se në Maqedoninë e Veriut konkretisht këto zgjedhje janë qenë më pak programore se sa do duhet ishin, me që janë zgjedhje lokale. Janë kryesisht zgjedhje nacionale. Këtu është interesant se sidomos këtë vit janë të ndarë në tabore pjesa e qytetarëve shqiptarë në 2 tabore, në këtë rast janë pjesëmarrëse në këto zgjedhje të Vlenit dhe të AKI-s, dhe dihet që në disa komuna janë kogja mirë kanë zgjuar kurrëshin edhe qytetare edhe të analistëve kështu me radhë, si është Çajiri, si është Tetova, po edhe në Likove dhe në qytete tjera si Struga. Kështu që po konsideroj që këto zgjedhje fati i mirë është që deri tash nuk ka informacione për një incident të madh të cilët do të mund ta prishin procesin, posa atyre incidenteve të vogla që kryesisht përcjellën proceset zgjedhore në Ballkan dhe në Maqedoninë të Veriut. Por zotri Doçi, çka pati më ndryshe në këto zgjedhje? Faleminderit edhe unë njashtu për ftesën, përshëndetje shikuesve tuaj, përgëzoj që të keni suksese si medium. Vërtet, për herë të parë kemi zgjedhje që fillimisht dua të them fushata zgjedhore ishte të zgjatur, dhe kjo u imponuan nga shkaku se, siç tha edhe parafolsi zoti Kastrioti, për herë të parë kemi
zgjedhje për pushtet lokal ku garojnë dy bloqe të forta, të fuqishme, këtë rast Vleni dhe AKI-ja, ku bën pjesë BDI-ja dhe subjektet partnere të saj. Dhe për herë të parë këto gara ka pas një mobilizim të tejskajshëm të dy bloqeve, për arsye se BDI në një farë forme ka pasi rastin e fundit për të bërë ndonjë ndryshim, eventualisht për të që rezultati i këtyre zgjedhjeve pastaj të imponon zgjedhje të parakohshme parlamentare, sepse normal pas zgjedhjeve të fundit parlamentare ajo kaloi në opozit. Nga ana tjetër, po ashtu edhe Vleni i ka marrë me shumë seriozitet këto zgjedhje dhe mobilizimi edhe në kuadër të Vlenit ka qenë tejmose. Kemi pas një fushat fatmirësisht ka qenë e qetë, normalisht shumë e polarizuar, ku vërtet të disa ka dominuar ajo nacionalja, kombëtarja, kurse shumë pak kanë qenë të pranishëm projektet dhe programet që kanë të bëjnë me pushtetin vendor. Duke e ditë se pushteti vendor, cilat ingerenca i ka, do me thonë nëse shohim garën që është zhvilluar gjatë fushatës zgjedhore në Çajër, për shembull, ku ka qenë gara më e ashpër dhe kandidatët më serioz të dy bloqeve. Kandidati i AKI-s në shumë raste këtë garë e ka parapasi zgjedhje për kthimin e dinjitetit, zgjedhje për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve, që në një farë mënyre nuk ka të bëjë me atë, për arsye se në pushtetin vendor dihet cilat janë ingerencat, kurse sa i takon çështjeve të drejtave, ato mund të rregullohen vetëm në pas fitoreve në zgjedhjet parlamentare. Jo përmendet edhe çështjen kombëtare, por cila nga partitë më shumë anonte nga çështja kombëtare, pasi që kur janë zgjedhje gjithmonë kanë dy bloqet e kanë shfrytzuar, që të dy bloqet e kanë shfrytzuar aspektin nacional, aspektin kombëtar. Sigurisht njëra më pak e njëra më shumë, se që kemi pas në farmatje, po kjo gjua që përmendi i nderuari është faktikisht shumë e vërtetë që ka pas një polarizim të jashtëzakonshëm të dy bloqeve, pavarësisht që secili prej qytetarëve do të kishte mundësi të preste për programe të cilat do të mundsonte një jetesë më të mirë për qytetarët. Unë mendoj se këtu nuk pajtohem me Kastriotin, se të dyjat kanë përdorë platformën kombëtare, për arsye se kjo ka qenë shumë e theksuar te bloku i AKI-s, për shkak të aspiratave për të fituar këto zgjedhje dhe për të shkaktuar zgjedhjet parakohshme. Unë konkretisht do të bëj një krahasim mes dy kandidatëve në komunën e Çajirit. Do të thotë shumë më shumë kanë dominuar projektet nga kandidati i Vlenit, sesa nga kandidati i AKI-s. Tash dikush do të thotë se ndoshta unë simpatizoj Vlenin, por jo, me të vërtet kandidati i Vlenit nga vetë përvoja që ka pas në pushtetin lokal dhe duke i njohur mirë ingerencat e pushtetit lokal, kryesisht fushatën e ka përqendruar në projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën, me kanalizimet, ujësjellset, rrugët, asfaltimet, të gjitha ato higjienën publike, të gjitha ato që janë kompetencat të pushtetit lokal. Nga ana tjetër, kandidati i AKI-s, zoti Bujar Osmani, i cili duke qenë se ka pas një përvojë të madhe, ka qenë një përvojë të madhe në institucionet qeveritare, si ministër i shëndetësisë, ministër i punëve të jashtme, zëvendës kryeministër për eurointegrime, do të kryesuesi ose OSBE-s, tanë kohën faktikisht ka qenë i preokupuar me tema vaja, me tema... Realisht, të gjithë i kanë përdorur këtë, si përmesin Bërgjë me Fajidit, se nështë na informon edhe me çështje tjera, po pastaj do të kthehemi edhe kësaj temës, se Çajirit kam për ta, nëse ma rikujton ndërkohë, kam një përgjigje edhe për këtë pjesën. Po fillojme në Fajidin, pra cila te ke përcjell fushatën prej fillimit, cila
premtoj program më të mirë, më të pastër, më kombëtar, më Ose ma mirë të flasim pak edhe për Është ditën e interesant, zgjedhjeve. ndoshta dallojmë prej Shqipërisë në një masë prej Kosovës, edhe pse në Kosovë pothuajse temat janë të njëjta, ku temat etnike, temat kombëtare dhe temat nacionaliste vazhdojnë të prodhojnë Maqedoninë e Veriut, vazhdojnë të prodhojnë vota, si në kampin politik maqedonas, ashtu edhe në kampin politik shqiptar. E kjo më së miri u pa edhe gjatë këtyre fushatave ku partitë kishin deklarata të përditshme, apo preskonferenca të përditshme ku e akuzonin njëra tjetrën për shërbyes botës serbe. Si vlen ashtu edhe këi tema kryesore e këtyre zgjedhjeve ka qenë bota serbe. Edhe përkundër faktit se këto kanë qenë zgjedhje lokale dhe duhet që të dominoj çështja e usjellse apo çështjet lokale, edhe përkundër faktit se Maqedonia ka rreth 35 vjet që nga pavarësimi dhe qytetarët shqiptar vazhdojnë të përballen me problemet e njëjta, çështjen e usjellsit, rrugëve, kanalizimi, çerdheve. Dhe duke qenë se këto zgjedhje kanë pasur karakter lokal, ato është që partitë politike dhe kandidatët fokusohen në këto problematika dhe jo të merren me çështje kombëtare, për shkak se çështjet kombëtare më shumë ndoshta i takojnë zgjedhjeve parlamentare sesa zgjedhjeve lokale. Kjo është ajo që po karakterizon Maqedoninë e Veriut në 35 vite pluralizëm, ku çdo cikël zgjedhor ringjallën temat etnike dhe temat apo problematikat kryesore me të cilën ballafaqohen qytetarët e këtij vendi apo shqiptarët në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të vujnë ato mungesa, si përmenda më herët usjellsin, kanalizimet apo rrugët e tjera. Pra, Vlenia ka pasur qeverisjen e komunës Çajirit, por jo e përmendet edhe për kanalizim usjellës. A nuk ka pasur kohë t'i krye këto më herët? Sigurisht nuk ka pas mundësi financiare për arsye se projektet na kemi pa këto. Po gjithmonë projektet po mbesin në letër. Unë mendoj se nuk kanë mbet në letër. Pse nuk janë aprovuar, pse nuk janë bërë? Këto 15 muaj pjesëmarrje të Vlenit në qeveri për herë të parë, kjo është fakt, nuk se unë do e them tani, po është fakt se për herë të parë qeveria ka nda mjete për komunat konkretisht për projekte konkrete. Do të thotë dhe këtu kanë përfituar gjitha komunat, jo vetëm ato komunat që kanë qenë përfaqësues të koalicionit qeveritar, por kanë fituar edhe komuna e Sarajit, komuna e Araçinës, komuna tjera, dhe sa i takon Çajirit, ku e përmendet se ka qenë kandidati i Vlenit, unë mendoj se në transhën e parë të mjeteve që janë ndarë nga qeveria, nga krediti hungares, do të thotë komuna e Çajirit ka përfituar dikon 8 milion euro, me të cilat kanë fillu veç dhe janë realizuar shumë projekte, sidomos tash ju do të thoni se këto ndodhen në fushat zgjedhore, normalisht çdo projekt kërkon edhe kohë, edhe mjete. Do të thotë fillimisht kërkon procedurë, ideja, projekti dhe sigurimi mjeteve financiare. Ti mund t'i bësh gjitha, por nëse nuk i ke mjetet financiare dhe nuk mund të realizosh një projekt që është në interes të qytetarëve. Zakonisht kryetarët e komunave në Maqedoninë e Veriut punojnë vetëm 3 apo 6 muajt e fundit para zgjedhjeve. Ato janë pak më të zëri, japin pak më shumë. Kisha dashur me ditë vetëm nëse mundet ta përmbyll, do të thotë si asnjëherë më parë. Do të thotë unë sa mbaj mend, edhe pse kam qenë aktiv në rrjedhat politike prej fillimit, do të prej viteve 90-ta, asnjëherë deri më tani qeveria nuk ka investuar në projekte infrastrukturore të komunave, kësaj radhe të gjitha komunave, pa i dallu komunat shqiptare siç ka qenë kaluar praktik, sepse kriteriumi vetëm i ndarjes së këtyre mjeteve për të themi për projekte infrastrukturore ka qenë numri banor. Do të thotë asnjë komunë nuk ka qenë diskriminuar përveç atyre të cilët nuk kanë ofruar projekte konkrete. Ndoshta ka pas plane shumë të mëdha qeveritë e kaluara në aspektin e fuqizimit të shqiptarëve edhe kanë mund të mbesin këto projekte ose këto investime të pabëra nëpër komuna. Mbase edhe kjo mund të jetë njëra prej arsyeve që unë konsideroj dhe mendoj. Kisha dashur më kthy pak me femrën na tregu se që ka shku procesi i sot i votimit, dhe që shumë situata janë mbyllë qatet e votimit, apo nëse mundush me që i manëri edhe. Në përgjithësi, si të fushata elektorale ka shkuar qetë, po dhe sot procesi Sot si proces. Ka filluar hapja e kutive të votimit në orën 7, përgjithësi ka filluar me rregull me disa problematika të vogla si në Korçov ku
njerëzit nuk kanë mund të gjejnë vetveten nëpër fletët e votimit, po ka pas edhe disa raste të izoluara si në Prilep dhe disa qytete tjera ku policia ka arrestuar disa persona të dyshuar për rishfet, për blerje të votave. Po ashtu kemi edhe 2 të arrestuar në Çajër, të cilët sipas të dhënave të MPB-s kanë deklaruar se janë vëzhgues edhe përkundër faktit që nuk kanë pas asnjë dokument që e vërtetojnë thënien e tyre, po ato janë marrë vetëm në bisedë informative dhe jo diçka. Si temë gjatë ditës u diskutua edhe çështja e daljes së qytetarëve pjesëmarrjes në votime. Kjo është më shumë e rëndësishme në gjeninë e veriut, duke pas parasysh se në 132 kodit zgjedhor thekson se nëse një kryetar partie, një kryetar apo një kandidat zgjidhet apo fiton mandatin 4 vjeçar, nëse merr do të thonë mbi 50% të vota, por 50 plus 1. Po është edhe një rregull këtu në gjeninë e veriut, ndoshta nuk ekziston në Kosovë për të ne është, me kushtin që në atë komunë, në atë njësi zgjedhore duhet që të dalin mbi 33.33% të qytetarëve në votim. 1/3. Po, apo 1/3. Dhe në këtë rast nuk dalin 1/3, atëherë ajo komunë nuk shkon në raundin e dytë, po është ripërsëritje e zgjedhjeve. Ekzistojnë disa komuna ku është kjo rrezik permanent, si në Vrapçisht, ku të dhënat e orës 17 sipas KQZ-s, në Vrapçisht kanë dalë të votojnë diku 20.94% qytetarëve, që është rreth 13% më pak se sa kërkesa. E dyta është edhe Gosivari, ku ka 28.02%, po flasim gjithmonë sipas dhënave të orës 17, kurse në anën tjetër ka dhe komuna tjera magjorase si në Centar Zhupa, ku edhe që është dalja e vogël, ku problematika e vazhdueshme në këtë komunë. Kështu që duhet të shohim deri në rezultatet e fundit të orës 19, të shohim se këto komuna kanë kaluar apo nuk e kanë kaluar. Po. Këtë përqindje të nevojshme, mbi 33%. Shumë si dorma e fuqishme në këtë gjëre padyshim se janë Çajrit edhe Tetova, në base aty ka qenë edhe fokusi të dy subjekte politike, a kemi na exit poll apo kemi diçka Kemi disa exit poll të cilat nuk kanë dhënë shumë të dhëna, por sipas një exit polli që pak më herët pash është komuna e Çajirit ka përfunduar domethënë raundin e parë. Kryetari ka zgjedhur raundin e parë, pas specifiku se cili është zgjedhur. Pas specifiku. Po. Sa ka qenë përqindje dorë? Përqindja deri në orën 17, nëse bëjmë një krahasim në Çajir në vitin 2021, raundin e parë dalja ka qenë 42.83%, kurse në orën 17 të vitit 2025, pra ditës së sotme, ka qenë 45.66%, diku rreth 3% më shumë se zgjedhjet e 2021-shit. E njëjta situatë është Tetov, pra me rritje ku në vitin 2021 kemi 33.81% dalje, kurse në vitin 2025, pra ditën e sotme 41.40%, domethënë diku rreth 7% më shumë, po ashtu kemi rritje edhe në Korçov, 38.31% në vitin 2021 dhe 44.83% në vitin 2025. Gosivari ka ulje për dallim prej tjerëve, ku në vitin 2021 kemi një dalje për 32.51%, kurse tani kemi 28.02%, diku rreth 4% dalje më të ulët. Po ashtu edhe Struga ka një rënje, po në krahasim me Gosivarin është shumë më e vogël, kur në vitin 2021 kemi 37.41%, kurse në vitin, domethënë ditën e sotme kemi 36.28%, diku 1.4% është shifër realisht e ulët. A presni zoti Doti të ketë ndryshime në komunat kryesore ku qeverisën për shqiptarëve, faktikisht ku janë më shumë shqiptarë, përfshirë prej Likovës, Çajirit, Tetovës e Gosivarit, edhe Strugës. Unë ndalem të Çajiri për shembull, dhe ke Tetova, duke krahasu rezultatet e kaluara, do të thotë nga zgjedhjet lokale të kaluara, mund të është pak diskutabile çështja që tani kemi rritje në daljen në Çajir, dhe kjo tash mund të ndryshojë matematikën. Pak matematikat, megjithatë është e mundshme ajo që tha se mund të ndodhe që në Çajir zgjedhjet të kryhen që në rundin e parë. Edhe unë këtë kam thënë. Ajo që unë mendoj, unë jam i bindur se kjo garë ka qenë mjaft e ashpër mes dy kandidatëve dhe mobilizimi ka qenë temase, kështu që unë jam i bindur që këtu kandidati i Vlenit duhet jetë fituesi këtyre zgjedhjeve. A dëshiron a beson që unë besoj.
Se ka një dallim. Me besu Më shumë e shpreh si dëshirë se sa si besim. Ashtu tingëlloj. Po të flasim për dëshirë është diçka tjetër. Jo, nuk mund të, sepse kutia e votimit është mbyllur, edhe atë e din vetëm Zoti, në fund se kush do jetë fituesi këtyre zgjedhjeve, por unë ashtu mendoj në bazë të analizave të mia që kam bërë duke marrë parasysh rezultatet në zgjedhjet parlamentare, rezultatet në zgjedhjet e kaluara lokale nga viti 2021, në Likovë nuk pres ndonjë befasi, mund të mos ketë ndryshime, do të vazhdon kryetaria këto. Mund të vazhdon, do me thonë, po të ishte dëshirë, do të kisha dëshirë edhe atje ketë ndryshim, po kjo është bindja ime, mund të ndodhet që në Likovë të ngel kandidati aktual. Në Haraqin? Në Haraqin shpresoj se këtu fiton kandidati i Vlenit, jo pse unë ndoshta kam dëshirë, po për arsye se ka qenë ndër kandidatët më të mirë në aspektin e paraqitjes së programit, sepse vërtet e kam përcjell situatën. Në Saraj është diskutabile edhe për mua, për arsye se edhe aty duket kemi rritje në Saraj. Po, edhe Saraj ka rritje. Dhe kjo rritje lën të zakonisht rritja e numrit të doljes është në favor të opozitës, por nuk do të thotë sepse këtu kemi edhe ardhje të diasporës në disa komuna, që nuk është ndoshta shumë karakteristike për komunën e Çajirit, por mund të jetë për Haraqinën, Strugan, Likovën, pastaj Tetovën. Është edhe një rast interesant, nuk e di, a është me qëllim apo për shkak të ethave të fushatës ku e gjithë vëmendja është përqendruar në Tetovë dhe në Çajir, kurse kanë lënë anësh disa komuna si Bërvenica, ku sipas regjistrimit të vitit 2021 shqiptarët janë shumicë, por para 4 viteve, pra në vitin 2021 shqiptarët e kanë humbur këtë komunë me 33 vota. Pra kandidati Magjenasi VMRO DPMN-s ka marrë 33 vota më shumë dhe shqiptarët e kanë humbur këtë komunë edhe përkundër faktit se janë shumicë sipas regjistrimit. Ka pas ballotazh atëherë. Po ka pas dhe ka ndryshuar komplet situata dhe kandidati Magjenasi raundin e dytë fiton me 33 vota. Një tjetër komunë ku është shumë problematike tani është Korçova, edhe pse lajmet kanë ardhur se një numër i madh i mërgjimtarëve kanë ardhur për shkak se mërgjimtarët janë faktorë i cilët e marrin komunën në udhëheqjen e shqiptarëve. Dhe nëse marrim zgjedhjet e fundit parlamentare të 8 majit të vitit 2024, do të shohim se gjithë partitë shqiptare bashkë dhe partitë maqedonase bashkë, edhe përkundër faktit se edhe sipas regjistrimit të vitit 2021 shqiptarët këtu janë shumicë, partitë maqedonase gjithë së bashku kanë marrë 60 vota më shumë. Pra, nëse shkojmë me këtë logjikë, atëherë i bie që Korçova dhe pas vitit 2013 kur është marrë nga shqiptarët do të rikthehet përsëri nga Maqedonia. Dhe është një rrezik i madh përkundër faktit se partitë maqedone apo etniteti maqedonase ka vetëm një kandidat të VMRO DPMN-s. Kurse partitë shqiptare kanë 3 kandidatë. Një ka Alianca Kombëtare për Integrim, një ka Vleni dhe është një kandidat i pavarur. Dhe ekziston rreziku se nëse vota për shqiptarë përçohet atë shumë mes 3 kandidatëve dhe nuk vjen diaspora dhe kandidati maqedonasi i vetëm i akumulon gjithë votave, ka rrezik që në raundin e parë, edhe pse është shumë vështirë e realizueshme, po ka mundësi që në raundin e parë Korçova të fitohet nga kandidati VMRO-s. A do çfarë dështa me se mund pa këto unë dishoj se mund ndodhe një gjë e tillë Korçovë për arsye se do të thonë prap numri i votuesve shqiptar atje duhet të jetë më shumë dhe se një mobilizim që kemi pas edhe në të kaluarën, unë mendoj se nuk do të lejojnë atë që të ndodhe dhe në Korçovë tash nuk di se cili kandidat do i fiton zgjedhjet, por megjithatë në Korçovë jam optimist se fiton kandidati shqiptar, pavarësisht se nuk ka gjasa të fiton në raundin e parë kandidati maqedonas. Më shumë gjasa do shkojmë në balotazh, kandidati shqiptar dhe maqedon. Balotazh me një kandidat shqiptar dhe atëherë dihet se nuk besoj që mund të, edhe pse kjo ka ndodhur në Bërvenicë, siç e përmendet, në vitin 2020. Domethënë edhe pse numri i votuesve shqiptar në Bërvenicë është më i madh, ka fituar kandidati Maqedonas për arsye se normal në rrethin e dytë raundin në balotazh shqiptarët kanë votuar për kandidatin e Është edhe një komunë tjetër, Buteli, ku udhëheqën nga kuadri VMRO-s, po për herë të parë shqiptarët kanë kaluar 50% në këtë komunë dhe ekziston mundësia që shqiptarët ta marrin për herë të parë Butelin. Po edhe pse kjo është e vështirë duke marrë parasysh se 42% për ndërpres në Butel është dalja. Po, është interesant këtu fakti se partitë shqiptare këtu nuk janë unik, nuk janë të bashkuar, dhe janë të përçarë.
Dhe kjo mundet të ndikojë që edhe për shkak mundësive, edhe pse kanë mundësi që Buteli të bëhet një komunë shqiptare në qytetin e Shkupit, do të humbin për shkak të përçarjes së botës shqiptare. Aki dhe Vleni kanë dështuar që ta krijojnë një front përbashkët kundër partive maqedonase. Nëse do të kishte Kjo na ka përcjell gjithmonë si nëse do të kishte një front përbashkët, me shumë gjatë sot Buteli do të kishte një kandidat shqiptar. Po do të shohim rezultatet. Përveç Çairit në komuna tjera ka pas kandidat të VMRO-s në Gorë apo jo? Jo, në Strug nuk ka pas. Në Tetov nuk ka, në Saraj nuk ka, në Gosivar nuk ka, në Dibër nuk ka. Domethënë pjesa më të madhe në përjashtim e Korçovës dhe Bërvenicës, VMRO nuk ka kandidat. Ku shkojnë votat e VMRO-s kur nuk ka kandidat vetë? Ka nxjerr Levica për shembull kandidat në komunat ku kanë shpresuar se VMRO-ja mund t'i ndihmon Vlenit, do të thotë Levica ka dalë me kandidat vetën që unë mendoj se nuk do të jetë aq e madhe jehona e votuesve maqedon që do të votonin për A mund të jenë përcaktues edhe votuesit maqedonas për shembull komunën e Çairit? Në Tetov, në Çair nuk është aq numri i madh, por në Tetov është numri shumë i madh, në Strug është numri i madh i votave që ka VMRO-ja dhe ato vota janë determinuese për cilin kandidat mund të fiton që në balotazh në këtë rast ose ndoshta edhe në raundin e parë. Unë do të kthehem pak te Buteli. Thotë ende nuk janë pjek kushtet, mendimi im, për arsye se njoh atë pjesë dhe kam jetuar dhe angazhohem në atë pjesë, kam aktivitetet e mia të përditshme. Do të thotë një fatkeqësi është se ne në Butel kemi edhe shqiptarë që janë anëtarë të VMRO-s dhe se ato kësaj radhe drejt për drejti kandidati i VMRO-s mund të merr një numër të madh të votave shqiptare. Ndoshta partitë politike shqiptare kishin shërbejnë kësaj. Për shkak se në një farë forme faj janë edhe partitë politike shqiptare për arsye se 30 vite pluralizëm nuk kanë arritur që ta furnizojnë me ujë për pije fshatin Lugotën, kurse tani ka ardhur momenti që VMRO-ja ta furnizon me ujë për pije, që është e dhimbshme, por kjo është realiteti. Për këtë arsye unë edhe sikur të gjithë shqiptarët ta votonin kandidatin e AKI-s që është për kryetar komunë, unë jam i bindur se nuk mund ta fitojë. Çfarë do ndodh nëse për arsye se në Butel ka mjaft popullat shqiptare që banon, por fatkeqësisht i mbajnë edhe më tutje adresat nga kanë ardhur, për shembull qoftë nga Dizhoni, nga Gazibaba, nga fshatrat e Karshjakës e kështu me radhë. Do thotë nuk kanë regjistruar adresat e vendbanimit aty ku janë, dhe me atë dhe vetëm atëherë ndoshta mund të rritet numri i shqiptarëve dhe me një kandidat të përbashkët të partive politike shqiptare mund të fiton kryetari shqiptar. Të shpresojmë kjo të ndodhe në zgjedhjet e ardhshme, në këto zgjedhje nuk ka gjasa. Nëse Çairin e hupi zot me gjitje, a mendon që ka kushte më për të vazhduar Vleni? Pikëspari unë nuk besoj që i zot me gjitje. Tash hipotetike. Hipotetike, edhe shumë shkurt kohë na duhet që ne të kemi ndoshta rezultatet e para. Por do e shohim. Ajo është një çështje që nuk varet vetëm nga rezultati në një komunë. Po megjithatë është figura kryesore që është identifikuar Vleni prej daljes së Taravarit. Nuk mundi me mohu. Unë mendoj se nuk mund të ndodhë, dhe njëherë po them ajo, po edhe nëse ndodhë nuk ka ndodhë kiameti. Për arsye se do të shohim në fund rezultatin e përgjithshëm në nivel nacional ku jemi, e atëherë mund. Po jo, ka rrezik të shpërbëhet krejtësisht Vleni, pastaj të ndohen krejt në subjekte të vogla. Shpemohoj që edhe AKI-ja mund të ndodhë. Ajo është nëse ndodhë, për shembull, që të shpërndohen partitë, fragmentohen siç kanë qenë fragmente parti më të vogla, nuk do të thotë se humbja eventuale e Izet Mexhitit në Çair mund të ndoshta do ta zbehë pozitën e Vlenit në qeveri, por jo dhe fragmentarizimin e Vlenit. Unë ashtu mendoj. Më vjen këtë që po ju ndërpras, po kur flasim për politikë dhe sidomos për zgjedhje nuk kemi edhe aq kohë, nuk na premton koha, por
Po e njoftoj shikuesit që të ndërpresin për pak minuta dhe pastaj të zhvillojmë edhe më tej debatin. Faleminderit.